Veprimtarit shkatëruese. Efektet e dëmshme të fodullokut dhe të mburjes ndikojnë në shumë aspekte të jetës. Duke parë dëmet e saj, është gjithnjë edhe më shumë e nevojshme për të treguar vëmendje për kurimin e kësaj dobësie shpirtërore. Nëse do të kishte më pak mburje dhe vetë kënaqësi në biseda dhe debate, atëherë do të kishte më pak armiqësi. Kjo ndodh sepse shumë konflikte midis individëve dhe grupeve ndodhin si rezultat i motivimit nga mburja apo fodulloku. Në përpjekjen e parë për të rrëmbyer një fitore të dukshme që duket se është në avantazhin e tyre, ata i shkaktojnë vetes dhe të tjerëve shumë dëm, duke dështuar në këtë mënyrë që t'i zgjidhin problemet e tyre me një logjik të ndershme dhe të fortë dhe me mirë kuptim të ndërsjellë. Një person burravec, fodull dhe kryelartë mund të prirret drejt cilësive të tjera të padëshirueshme si zilia, kopratësia dhe ligësia. Dëshira e pandërprer për t'i parë të tjerët në dështime mund të përfshijë të gjithë qenien e tij. Në qoftë se shikon një njerëz që kryen më mirë punët dhe është më i aftë në kryerjen e detyrave, zemra i mbushet me zili, madje edhe për çështje që nuk kanë lidhje me profesionin e tij. Kjo ndjenjë mund të bëhet kaq e padurueshme dhe një pasion armiqësor e pushton atë dal ngadalë saqë përpjekjet e tij errësohen nga dëshira për të sfiduar rivalin e tij. Aktivitetet e tij në jetë nuk përbëjnë ndonjë interes të drejtë për të. Qëllimi i tij është të shikojë rivalin e tij të dështojë. Përderisa qëllimet e tij marrin gjerësisht një aspekt shkatërues, energjitë e tij mendore dhe fizike shpenzohen kot. Sa herë që të paraqitet rasti, ai përpiqet me të gjitha mënyrat të përmbush dëshirën djallëzore që mbretëron në qenien dhe qëllimet e tij. Natyrisht, njeriu shmang shoqërinë e individëve mburravec dhe mendjemdhenj në të njëjtën mënyrë siç ata janë të friksuar nga përçmimi për ulje në nshtrimin në marrëdhënie me të tjerët. Kjo prirje shkatëron edhe lidhjet më të forta dhe më të vlefshme. Është fakt i pamohueshëm se indiferenca ndaj ndjenjave të tjerëve dhe një mos respektim për buzës për ta prodhon një reakcion që rezulton në trajtimin e njeriut në një mënyrë fyese dhe përçmuese prej tyre. Një njeri mburravec u jep rëndësi vetëm ndjenjave të tij dhe ai anashkalon tërësisht të tjerët. Ky qëndrim i njëanshëm krijon një kontradikt mes dëshirave të tij nga njëra anë dhe qëndrimin indiferent dhe fyes ndaj të tjerëve nga ana tjetër. Me një shpirt të thyer dhe zemër të shqetësuar, ai është i detyruar të përballojë goditjet e indiferencës së pandalshme dhe të papritur që ai duhet të përballojë. Sjellje të ngjashme, të cilat kanë një lidhje të ngushtë me gjendjen morale të brendshme të një personi, jo vetëm që lën një efekt të dëshiruar mbi jetën e njeriut, por kanë një ndikim të thellë në shpirtin e njerëzve të tjerë. Ata që zotërojnë realisht vlerat të dukshme dhe virtyte morale janë si një burim fladitës, i cili kënaq etjen e shoqëruesve me ujin e tij të freskët dhe të ëmbël. Modestia dhe delikatesa e vërtet bëhen reale kur ato lindin nga personaliteti i njeriut, përndryshe ata që drejtohen te mjetet artificiale vetëm sa gënjejnë veten. Mënyra e të menduarit dhe gjendja shpirtërore është e dukshme nga sjellja e gjithë secilit dhe është e pamundur ta fshehësh me mjete të ndryshme.